Kalaja e Shkodrës dhe Ura e Mesit janë dy nga destinacionet që po tërheqin me së shumti turist, si vendas ashtu edhe të huaj. Gjatë gjithë vitit, por veçanërisht në periudhën e festave, këto monumente historike vizitojnë nga qindra vizitorë që zgjedhin Shkodrën për të zbuluar historinë dhe bukuritë e saj kulturore. Turistët shprehen të impresionuar nga pamja mallështore e kalasë së Rozafës dhe arkitektura karakteristike e Urës së Mesit, të cilat ofrojnë jo vetëm vlera historike, por edhe panoramë breslënëse. Për mua është hera e parë që vi në Shqipëri dhe jam dashuruar shumë me këtë vend. Kalaja, natyra dhe klima që kanë me të vërtet mrekulli. Erdhëm për të vizituar këtë vend dhe kemi mbetur të befasuar, sidomos nga njerëzit të cilët janë shumë miqësor. Do të ngjitemi për të shikuar Kalan, por edhe vende të tjera. Një vend i bukur, me male mahnitse, ndërsa Ura e Mesit që nga shumë antike dhe e bukur. 2 ditë të paharrueshme për mua në Shkodër e Tiranë. Me interesin gjithnjë në rritje të vizitorëve dhe me pasurinë e saj historike, kulturore, Kalaja e Shkodrës dhe Ura e Mesit mbeten pika kyçe të turizmit në veri të vendit, duke e kthyer Shkodrën në një destinacion gjithnjë më të preferuar për turistët vendas dhe të huaj.